Shkolla e Ponëshecit ka filluar të ndërtohet në vitin 2022, ndërsa kosto e asaj ka vlerën për 1.300.000 euro. Ky objekt shkollor përfshin edhe hapësira përcjellëse si salla edukatës fizike dhe ambiente të tjera ndihmëse. Sipas ministres në detyrë të arsimit Arberien Agafci, bëhet fjalë për një shkollë që po ndërtohet me standarde evropiane. Shkolla ka filluar të ndërtohet në vitin 2022. Kostoja është mbi 1.300.000 euro dhe shkolla përfshin edhe hapësirat përcjellëse, përfshi sallën edukatës fizike, klasat për parafillore, hapësirat për kabinete dhe klasat tjera për nxënës. Është një shkollë e cila po ndërtohet me standardet më të larta dhe pritet që të përfundohet në verë të këtij viti në gusht të vitit 2026. Tërësisht hapësira e shkollës është mbi 3.500 metra katrore. Në Agafci tha se shkolla do të frekuentohet nga parashkollarët, nxënësit të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët. Shkolla fillore, shkolla mesme ulte dhe parafillore, pra prej parafillorëve deri në përfundim të klasës së 9 dhe kërkesa ka qenë që në këtë shkollë të vijojnë mësimin gjithsesi edhe klaset parafillore, fëmijët e 3 fshatrave pra të rajonit, jo vetëm fëmijët e Ponëshecit, dhe është vlerësuar që është e nevojshme pas parasysh edhe gjendjen në cilën ka qenë shkolla ekzistuese, por edhe vijimi të gjithë fëmijëve të atij rajoni në një shkollë që i plotson kushtet dhe nevojat në kohën cilën po jetojmë. Ajo shtoi se objekti i vjetër shkollor ka qenë në gjendje të rëndë, ndërsa me ndërtimin e objektit të ri do të krijon kushte më të mira për fëmijët, sipas nevojave të përcaktuara nga komuna e Gjakovës.